to the beginning. Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikurse zakonisht do të ente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio dhe sigurisht edhe në kanalin 10 në digital. Për të gjithë ata që do humbasin premierën e programit, mund ta aksesoni në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube kurdo që ju të dëshironi. E dini si ka nisur historia jon? Historia jon ka nisur pikërisht nën këtë logo. Nën logon e Top Channel shumë vite më parë, ndoshta në vitin 2006 ose në fillim të vitit 2007, por me sa më kujtohet, ka qenë viti 2006, ndërsa un kam qenë pjesë e stafit të Top Show të asaj kohe në përgatitjen e programeve muzikore që transmetoheshin çdo të premte. Drejtori administrativ i programit në atë kohë na fliste për një djalë i cili kishte bërë namin në një garë talentesh në atë vit në Greqi dhe sigurisht do ishte një vlerësuar për programin nëse ne do të gjenim një mundësi bashkëpunimi në atë kohë me të. Pastaj, jo në mënyrë të përditshme. Unë nuk hyj tek ata që themi se jemi shok, nuk shihemi për ditë, nuk këmbej mesazhe për ditë. Po di që në momentin kur takohemi, duket sikur koha mbetet aty, edhe kemi gjithmonë shumë gjëra për të thënë. Siç do kemi edhe në këtë transmetim. Të përshëndes dhe të uroj mirëseardhje në studio Devis Xherao. Të përshëndes Kozi, siç e the fix, mi mbërma të gjithëve një herë. Ore bukur kjo. Më ktheve mbrapa. Tani që po dëgjoja më kaloi komplet gjithë ajo që thënë më përkthye në figurë. Është vërtet. Dhe në atë kohë më kujtohet që ishte problem si do ta ndërtonim ne panelin bashkë me disa artistë të tjerë. Muzikë e Ballkanit. Dhe si mund të krijonim ne një sinergji midis disa njerëzve të cilët nuk njihen me njëri tjetrin nga afër. Pra ti vije nga Greqia në atë kohë, Greta ka qenë një vajzë e vogël. Unë për vete kam qenë një vajzë e re që nuk dija kaq shumë gjëra sa di sot. Dhe megjithatë, gjithmonë ka ditur. Faleminderit. Po je modeste po. Dhe megjithatë, unë mendoj që muzika flet të njëjtën gjuhë, pavarësisht se në cilën gjuhë këndohet. Ashtu është. Unë vetë jam si thua provë gjallë e kësaj, sepse e tregova veten në Greqi dhe jo sa ata më bën der, po në thonjë sa më bën der sepse më njohën talentin dhe vokalin tim. Kështu që në çdo derë që unë trokita në Greqi mu hap. Dhe po, muzika nuk ka komsi, nuk ka ngjyrë, nuk ka kufi, janë 7 nota në gjithë botën. Shikoj sot nëse një shqiptar shkon diku në një kompeticion diku në Europë apo edhe përtej oqeanit, kudo që të duam, sigurisht që është pak më ndryshe. Duket sikur me kalimin e kohës kompleksiteti i popujve të vegjël e kemi, nuk e diskutoj që e kemi, po na është zbehur. Në 2006-ën, vetëm një dekadë pak pas lëvizjeve të mëdha të emigracionit, ku shqiptarët në Greqi kryesisht ishin ata që bënin punët e rënda, që trajtoheshin jo në Greqi, po kudo në emigracion. Sidomos në Greqi. Po sidomos në Greqi. Të shkosh djalë i ri shqiptar, të këndosh, edhe të mos jesh duke vjel rrush apo prashitur gjëra të tjera, apo të merresh me muzikë, është shumë. E ka zënë fillim më përpara kjo 2006-s. Unë në vitin 97 ka qenë muaj janar, mes janari, para se të ndodhin këto problemet e armëve. Unë marrë një vizë 3 mujorshe, shkoj një shoku im në Greqi sepse më ishte ngritur mendja për Amerikë. Vizën tërkohëçare në Amerikë, në Amerikë. Vizën nuk ma dhanë këtu, e futur në vitin 94 te ambasadë amerikane. I djalë i ri ma thanë copë i djalë i ri do shkosh anë, se më vajta drejt. Dua të bëj karrierë në Amerikë, babai më rriti me Elvis Presley, më rriti me mentalitetin amerikan. Filo amerikan, kështu që shkoj dhe thash do t'i bie drejt. Mi po s'më doli, ashtu siç doja unë. S'ka, thash, unë ky jam. Do paguaj karakterin tim sepse ky jam, po. Dhe mora një vizë 3 mujorshe në atë kohë. Sapo ishte hapur disa vite konsullata në Korçë, mora sepse më njohitën që më këndoja. Dhe shkoj një shok në vitin 97. Kisha janë 5-600 dramit në atë kohë ishin shumë. Sepse unë shkoja në përdasma në Korçë, në koncerte ndryshme, isha te teatri Andon Zaku Çajupi 4-5 vjet që punoja atje si rezident. Dhe ekonomikisht isha mirë. Tash po dal një herë. Me atë rast, ta shikoj dhe këngëtarët e mëdhenj që ne kishim informacion si Janis Pario, Qorgo Dalara. Dhe them drejtën unë Kozi kur shkova në Athinë, thash këtu është Amerika. Ishte vitin 97. Ishte gjë e paparë, domethënë, ishte ndryshim shumë i madh. Ja sa që shikoja dhe dëgjoja. Në mes të Athinës shikoja reklamat e këngëtarëve të mëdhenj, thash, "Okej, Hollywoodi atje është pret tash, unë datë shkojmë që bëhet këtu." Dhe rastësisht e kisha lënë kot po them me Kozetën për të pirë kafe. Dhe pra i ka të shtunë të në këshelën me Kozetën. Binte shi. Prandaj dua shi, unë një arsye më tepër. Binte shi,
Thot Kozeta Devi, ishte ora 11:30. Devi tha, ta lëm pas ditë tha. Po e lëm thash ku do në tërtësi sepse më kem do dilnim. Po. Në telefon çfarë do bëj tani thash, unë do hap televizorin. Ti po shikoja kur një moment unë lexoja greqisht pak, po nuk kuptoja, po lexoja. Nga këngët thjesht dija disa fjalë domethënë. Dhe lexoj Gjesi, do ta them në shqip, Gjesi Papuçi dhe talentet e saj. Gjesi Papuçi ishte një aktore si Violeta Manushi, një spas, shumë e shëndosh, shumë e dashur për publikun grek. Dhe shikoj talentet e saj. Ishte një kanal, një channel quheshe, kanal vetëm i Athinës, vetëm Athina dhe Athinat e saj e shikonin. Dëgjonja 15 veta, s'kishim parë një emision të tillë dhe në atë kohë. Këndonin. Po s'mu pa një gjë, në krahasim me unë isha 26 vjet. Pra kisha gjithë background. Isha aktuar në 2 spektakle të vera. Po tani nëse në 97-ën ka qenë 26 vjeç me ti bo llogarit tani sa vjeç je. Po si tregon më burr. Po këtë dua, po këtë desha, këtë doja. Jo nuk e kam të them sepse më pëlqen kjo që më thon. Nëse në kuris janë. Dhe 2 spektakle të vera Gabockut më kishte ftuar atëherë se kisha marrë një çmim të parë të festivalit të parë të Serenat Korçara që ishte bërë në vitin 94 në Korçë. Ka qenë në rreth fatit 12 javë dhe në Miss Albania që bënte Verga Bocka në atë kohë. Pra, isha gati. Dhe në krahasim me ata që pash me modesti e them, isha shumë herë më lart. Këndoja italisht, këndoja anglisht, spanjisht, përveç shqipes, edhe pa greqisht disa këngë papagallçe, sepse nuk e kuptoja. Çan ta tash unë, si ishte në Korçar, më fal rëmbythje. Marr telefonin greqisht, hiç, dela I thot ja sa sot, do you speak English? Po, tha dinte pak. Pashta emisionin kështu. Po, tha të vishta, po nga jeti nga Shqipëria, e pash në theshtata, mos haro. Unë imitonja dhe në veshje Elvisin atë kohë, shitme me maj, gjinse të ngushta, jukeboxe, më isha e imitoja syze. Po gjitha nuk kemi atë maestro këtu sa që të dëgjonte, nuk ka problem tash, sa është ora 11:30 12 mançarek, në çore mbyllim 3. Mbyllet tash do vi. Isha një lagje quhej Kipseli dhe ishte shumë afër me Omonian që kishin zyrat këta. 5-6 minuta me taksi. Vishe mun, favoritat, gjel, fsharë për qef. Shkoj atje, po nga që isha rritur gjithmonë nga babai, me Elvis, me Joe Cocker, me Kenny Rogers, këta dhe nuk e kisha nuk kisha asnjë lloj kompleksiteti si tip, siç jam dhe vetë mje, po nuk e kisha në kuptimin në Greqi tani, isha fare larç. Unë jam Davis Zerau. Po. Unë jam në Hollywood valla, thjesht kam ngecur këtu. Kam ngecur këtu, është një stacion që duhet ta bëj dhe do ik, s'kam, kupton? Trokas aty, më pa I kështu, thash unë jam ai shqiptari. Ai shqiptari dhe mbeti kështu, pamja s'po I dukesh. S'po lidhej audio me videon. Me videon, kupton, mi po dera po të thash tha që bëhet kështu. Mi pati ishte piano. Unë duke ecur, më the thash unë, po nuk ka nevojë për maestro, thash unë ja kush piano. Piano unë. For example, I thash, e filloj. When I find myself in time, let it be. Aty mësova fjalën për të parë dëgjova për të parë anglisht, e dhoj maste. Edhe si do me këtu jemi. Pritash, nuk kemi akoma. Kishte një kitar të varur, më marr kitarën, këndoi një këngë të Janis Parios, Pio Kalimon Aksia. Një këngë hit të tij më dha shumë. Shoku më tha mua, jemi këtu, ndosho komplet ai. Ishte hën. Të enjte më tha mua të vish në orën 5 se mblidhen të gjithë konkurrentët. Ky emision bëhet çdo javë Kozeta me nga 15 veta të rinj. Të rinj. Talent që kishin dëshirë të vinin. Mosha të vogla, kuptohet. Të enjte në orën 5. Okej, tash I pres të vi ky shoku tim Beni nga puna, punonte Bojaxhin atë kohë. Erdhi, mezi po e prisja, që të vinte të më kthente atë se pa aq anglisht sa dinim, okay, po tash u zgjerua gjëja. Unë s'po e besonja, 3 ditë në Greqi, në Athinë, gjë e madhe. Çfarë do thotë manifestosh një gjë që ke dëshirë ta bësh? Po, gjithmonë më ka shpëtuar që isha gati artistikisht dhe karakteri më shumë që pa komplekse. Jo më këtë e bjum, se ti ta bjum, shumë më thënë kjo. Je ti po jam dhe unë. Respekt për ty po jam dhe unë, tash isha dha ime. Këtë kam patur dhe fal prindërve, sidomos babait tim që ma kultivoi këtë çështje besimit te vetja. Vjen Beni thash kështu. Domethënë ata diskutonin tash se ishin 3-4 shokë, diskutonin jo se sot policia na erdhi nga kjo derë, ne do lëm këtej, muhabet të tilla, jo pushoni pak thash unë se jam shumë I stresuar. Pse çfarë ke tha? Ka ndodhur një gjë sot? Jo më thash unë ka ndodhur një gjë shumë e madhe se kaq stoni. Po çfarë? Kjo. Si, pa, by, çupaton me djalin tënd s'kemi çup ke parasysh. Ore ka ndodhur, sa merr në ditë 3000, do t'japun 5000, aj me mua tente të më kthesh. Si të vi? Ore do vish.
Se do më përktheni, do më përkthesh, do më rish. S'do të njëri pa njeriu. Po mos je, okay, se në hotel. Jo si do vim, po se e kupton tash çfarë gjë e madhe ishte tash. Këta punonin aty ku punonin, tash unë shkoj në Kozeta Kurthi tash kem pret. Në dhe e njinin kush te Kozeta, kjo Gjesi Papuçi. Jo, via mbusha mendjen se kishin komplekse tipit ore ku në televizion ku të vim. Ore hajt se kështu është puna. Derisa mbusha mendjen, ishte kjo problemi i madh. Nëse jam mbush mendjen në orën 5 në atje. Tani kishte rënë zilja që një shqiptar kështu këndon në anglisht, këndon italisht, ku e di unë se ishte gjë bëm shumë gjëra atje me piano dhe me gitarë. Ç'kisha unë devi armatën e odha atje. Dhe në rusisht i këndova. Se të anglisht, italisht, spanjisht, doni rusisht, na dhe rusisht, ka dhe rusoponda ndaj që kishin në atë kohë, siç janë akoma. Nëse sa vetëm kështu se një këta kisha parë vetëm atje që e pash një gjë e shëndor shumë. Sa ju më shu se si thaj producenti Davis da mos tash. E kishin raportuar. Këtë rënzilja Gjesit. Ka vdekur e shketa. Në qafë, mua thashun çfarë mos shu. Davis thashun e mbanja veten me shiring atje për në Hollywood, leri këta. Po Hollywood i që atje. Dushim shumë i madh Kozeta 97 nga Korça në Athinë dhe të biesh në këtë rang njerëzish në këtë rreth. Që fat i madh. Po fati ndihmon muzimtarë dhe prandaj tash unë jam provë gjallë kësaj gjëje. Na than, ishte ditë prove, na than kështu, na trego çfarë ditë për shkak, na trego, atë doja, na trego piano, kitar. Më gjemni dhe flauta, shumë do të bie, do luaj dhe flaut. U lumturua Gjesi sepse e një të mirat punë. Jam 15 vjet atë shtunë, do të dalësh i pari, i mes apo i fundit. Jo Gjesi tash unë kam i parim në jetë, tash unë gjithmonë dal i fundit sepse o çaj o qesh. Që ngjetë i sigurt. Sepse unë doja të dija çfarë kishte. Më kupton që ta ashtu veten. Të shtunë ora 6 bëj emisioni. Tash Beni do vizë ditën për kthesh. Po si po do viz në live, çfarë do them unë aty? Çfarë do them në anglisht? Tani merrem mend si isha unë këtë javë. Zemra domethënë nuk po e kuptonja çfarë po ndodhte. Më kupton, nuk po e kuptonja tash. Këta nga një kisha shokët e mi që puna, ndërtimi që po ashtu policia, se ishte pa karta shket. Nga njëra unë të shi që unë komplet tjetër gjë domethënë të artist me të ora 6 të shtunë, një orë para ne atje u bëm gati i dëgjoj unë ta si ishte me ziprisja sa më shumë kalonin konkurrent aq më shumë me ziprisja që të dilja erdhi radha si ata dhe në atë moment se ishte një uri 4 veta nota me lart ishte nota 6 që kishte dalë 6, 5 David Rao shu futem. Mbaj më të këndoj 2 këngë, Let It Be dhe Cosa della Vita Ramazotti. Po e qau atash, David tash këtu është provimi tënd, ç'ke bërë deri më sot këtu, jepe. Ndjeva që dola mirë se isha. Duart Rokitje kështë e publik në atë kohë, Duart Rokitje. Edhe idhet ky kryetari i juris Pavlos Kondojanidis, ishte është aktor edhe ky. Një qeros me mustaqe, shumë tip i lezetshëm. Tani që Davis është mbreti 40-ta, sa rova. 1, 2, 3. Juria tha si 40-ta. Zemra mua, më kështë e vatur pulsi. Sepse si do qoftë pavarësisht se e dije, nevoja për konfirmim është gjithmonë. Po jo vetëm nevoja, po mos po merrja veç po më ndodhte, më kupton, unë isha flinja dhe sflinja, anja dhe sanja, më kupton, unë isha në Liza në botën e çuditërave atje, kupton. Nuk po kuptoja çfarë po ndodhte me mua. Kupton, duke ditur çfarë bëhesh me shqiptarët, çfarë ndodhte rreth Europës. Unë kisha ardhur një raketë, kisha ikur në Han. Për mua kështu ishte në atë kohë. Çfarë do thotë më që se Devi është, siç e thon ta Vasilian Stisnikta, çfarë do na thotë ta? Udh Beni ky shoku tim ta Devi tha ka ardhur nga Shqipëria. Mi po të gjithë kur i pyesur i theshin çfarë donin. Të gjithë donin të këndonin me emrat e mëdhenj, të hapnin programin. Dhe ky ishte qëllimi, buzuqet për shembull me Janis Pari ose Jorgo Dalara ose me gjithë. Të bënin warm-upin e artistëve konsoliduar. Warm-upin. Edhe unë këtë doja, po i thash nuk do themi këtë ne. Ne do themi thash unë duam se në atë kohë ishte deri në vitin 2007 ka qenë shtëpi diskografike, ka qenë NAM, BMG, Sony Universal etj. Diskografia ishte top në atë kohë në Greqi. Industri shumë e madhe, shumë e fortë, shumë e konsoliduar. I thash jo, të gjithë po thonë, ne do themi diçka ndryshe thash unë. Kërkojmë shtëpi diskografike që unë të incizoj këngët e mia, albumin tim. Ne prapë për këtu do vëm thashun, po themi diçka ndryshe. Thon, sa gjithë ata theshin. E thot Beni kështu. Nëse mora çmimin e parë, kam në shtëpi. Është një metalike kështu, David Guerra, New Channel 2006.
Vravio, do të quhet çmim. 97. Në 96. Në më fal, 97, se 2006 ai ishte tjetra. 97. Atë ditë kisha prenotuar te Janis Parios, një nga buzuqet më të mëdhenj, sapo kishte filluar dhe Dhespina Bandhi. Ishin bashk. Dola unë që atje, vetëm qeshja, një qeshë po as flisja as bën, vetëm qeshja, isha tamam liza në botën e çuditërave. Vajtëm dhe në buzuk, u piva u brat ras, po fare kështu që më morën në shpunë në shtëpi. E dilë të nesmen, pra çfarë ndodhi thashun, çfarë po bëhet kështu? Çfarë po bëhet kështu? Kur të nesmen, një vllai i këtij shoku tim vjen me një revistë që është Haj në atë kohë ishte shumë e fortë, nga një kiosk. E kështë e parë fotoja time atje. Ja fati për shqiptarin, ku e diun, atëri ka fare unë. Të nesërmen, prap me kozetën kisha lënë për kafe, ora 11 shi prap. Mbas dite devi, mbas dite, moj kam të them diçka, bore, shok e kisha. Mbas dite, çfarë do bëj, kur bie Zilja telefonin, grr, pangremos në rreth ashtu në një grek ashtu çfarë do t'i them. Mi po e parë që po ekzistonte. Se kishte në telefonin e shtëpisë. Thash unë Beni do jetë. Unë shumë siç e kemi në Korçat. Mo Ben kësi e. Ja sa sot ai. Po tani çati përgjigje këtij. Do you speak English prapë në kasetën. Ai ishte menaxheri, merrte nga shoqëria BMG, menaxheri një këngëtari shumë të madh në atë kohë dhe sot, Stamatis Gonidis. Jam kështu tha, të ka parë filani tha. Në orën 3 tha je nga si tha do vish në shoqëria më e madhe BMG që ishte në rrugën e Ministrisë së Mbrojtjes. Isha shumë larg atje. Çfarë thot ky thash? Po patjetër thash unë. Zoti Jorgo thash. Në telefonin, dha adresën. Mora taksia nga 5.000 dirham që duhet paguaja 25. Po ku doja t'ia dinja unë shumë fluturonja në qellën e 7. O zoti i madh prapun. O Junior Elvis, më të mira se më për qef kisha shkuar. Taksin, 3 çerekore, mezi shkuam atje. Kur shikoj një godin 5 kaçe kozi, BMG me të kuqe, BMG. Po më drihesh e trupi. Thash isha nuk po konceptonja çfarë po ndodhte, më kupton apo? Nuk ta shpjegoj dot me fjalë, po ishte një gjendje shoku, alarmi. Pra, që ti japi pastaj një frymëmarrje pak edhe me këngën tënde. Më fal që të ndërpres. Po. Që ta përmbledhim pak. Po themi ky i vitit 1997 ishte një augur për të futur në studion e parë të produksionit, për të futur në studion e parë të produksionit aty. Bashkëpunimi me një këngëtar të madh që më futi në se industria më e madhe Buzuku ishte atje, siç është akoma. Edhe kështu edhe këtu ta mbyllim para sa shkrim tek akoma se besoj se me zovro pres. Pra kemi në menjëherë pas përfshirjes dhe këtij kontakti në studion e produksionit, ti bën warm up për Stamatis Gonidis. Dhe atje je gjithkohës fillova për 2 muaj, përballë njerëzve. 700 veta. 700 veta. Akoma se besoj njerëz, se më mbetet mendja që te kafja mua akoma se besoj. Akoma që po ta them historinë dhe si më ndodhi. Dhe kthehemi përsëri pas pak në studio. Okej. Se e rrëfyer si për rrallë devis edhe unë isha futur, shiko, unë po u futa vetë dhe nuk më bezdis një gjë e shpjeguar gjatë, do të thotë që asnjë njeri që na shikon ose na dëgjon nuk e bezdis, sepse duke njohur temporitmin e radios edhe televizionit e kam shumë të qartë kur duhet i bëjmë stop. Mirë po, Kjo më kthevi nga ëndra amerikane, thash Amerika pret atje se ishte Amerika po. Në këtë moment u fshi me gomë Amerika? Po, jo nuk u fshi me gomë, thash, mos se atje. Gjeta Amerikën këtu. Shumë e madhe. Shumë e madhe. Sidomos kur performova para këtij, sepse qatje nga studioja, shkuam atje. Dhe ishte një buzuk aq i madh që ishte një ders shumë e madhe si ato dyert e këtyre kështjellave që të qemotit i thoni ju nga Korça. Pe qemoti po këte nga vend nordike të vikingëve, kupton? Dhe dëgjoj një muzikë. Tash un tip klubi, po si klub apa atë, dhe ishin 12 orkestran, 13 orkestran që bënin prova. Çan orkestran me partitura, siç janë sot, e ti di. Po. Ku kisha parë audio një audio që më iku truri, yra dhe mbeta kështu fare. Kur thret ky prap, ky Davis, në qaf mua. Ai s'dinte anglisht, përkthente ky tash ky menaxheri i tij që ishte kokë madhe atje në BMG. Çau tha, na tregoj çfarë di të bësh, se ne të pam atje tha, se ky kishte parë rastësisht. Në ky emision ishte në shtëpi duke i shtrirë, ata shikoj se kishte Mike Xhesin, Kozin, nuk kupton çka ka sjell Kozi sot me talentet. Te dola unë. I pëlqeva, kishte rënë Zilja për mua. Çau tash, ama çau tash. Çova kozeta.
Mua gjithmonë më çonte i mat kur isha 5 vjeç, kishim atë Jugoslavin dyshin me kanaçe që zinë në kort, çohem dhe më shikoj këto unë njëja. Ky është mbreti si ky të bësh qëllim, të dëgjosh qëllimin jetës të bësh, pa Elvis Presley. Dhe unë që 5 vjet u edukova me atë zë, me atë sukses, me atë bukuri të gjithçkaje, kupton? E thash, Gjera, tash i gjithë çka kënduar deri më sot, gjithë provime çfarë ke dhënë ku e di unë, këtu e ke. Çohem, hi guys, tash il la major please. Ke duke muzikor Davis? Nga flauti, harova, se me idenë e tonaliteteve dhe harova që ke duke muzikor. Përveç kitarës dhe, flauti është diploma që ka marrë te Instituti i Lartë i Arteve. Në mësot, në kushte tjera do isha një profesor flauti. Në universitet do mësoj të tjerët? Ose në një orkestër që do ashtu, sepse nga që shikoj prindrit e mi që kokçarja gjithmonë me plane se mësues, mamaja mësuese fillore, babai biokimi, do zgjidhja një orkestër më mirë që mos kisha kokçarje me nxënës. Po. Shqyr. Dhe çohem atje. Kur bëra aq këndova, thash nuk po e besonja që një orkestër 12 vjeçë, një sound brillant. Po të shoqëronin. Po më shoqëronin, unë në atëre kishim me mikrofona kishe këndonim, ku di unë tash kot po them, kupton? Wow, atje bën një performancë pa parë, yra në veten time, më kalon gjithë fëmijëria këtu Elvisi, këto unë yra në botën time dhe kur ngres syt një moment, shikoj poshtë ishin atje 12 këngëtarë dhe goni këtu. Atëherë mora konfirmimin që nga në rrugë të mirë, se humba. Një 2 minutë humba, isha në Elvis, ata që ishin njësha, mbaroj, blam, e thosa, a e kështë vendosur, si thoni djema ta marë, se grupi ishte vendosur. Këton, si që bënd të një... Që janë të vendosur para prakisht. Si që ketë një kavaliero që i ketë 10 këngëtar që i ketë vendosur, po. është vendosur grupi unë, ata po ishin duke për prova, se fillonin për një javë, premierën. E thot këta, si thoni djema ta marim Davisa në sezonin ton për 2 muaj kishin, ata kishin çdo ditë. Po, të tërë, aty zurova do të shkova në banjë, qava. Ishte mbetur gjithë ajo emocion, qava, ashtu. Dal, ky më pa që kisha qarë, më thotë mua, Davis ti tha, je mirë pritur në shtëpinë tonë, të Stamadionit, tha. Unë nuk shikoj as kombësi, as raca, as ngjyra, unë shikoj talente, tha, dhe ti e talent. Ti i përket sa shtëpie. Aty pastaj filloi. Aty u ndryshua jeta ime. Aty fillova unë pastaj. Pas Samadigonidit mësova gjuhën me menaxher, kuptohet, një industri e paparë. Atje do mendonje vetëm për të kënduar, nuk do mendonje si të menaxhohesh, si të zgjidhje këngë, se kishe të gjitha atje. Dhe erdhi viti 2006, pastaj në një spektakl shumë i madh që quhet Fame Story, ajo që pastaj para se të shkojmë aty, se edhe disa herë ke manifestuar disa herë këtë punën e Elvis Presley, edhe në listën tënde është ajo kënga e Elvisit, por ti u detyrove ta duash, po themi Elvis Presley nga injektimi që të bëri babai, sepse në fëmijëri ti nuk e s'ke nga ta dish. Unë injektoja dhe vllajin tim. Vllai tim si mori kur shiringa, sepse nuk e kishte. E kuptova. Ai më dha, unë jam profecia e babait, nuk e di ata kam thënë. Që ta dish të bëj dhe pak back. Si rastësisht kështu. Pak back. Gjyshi im është një nga themeluesit e korit lira, kori karakteristik lira, Vasco Gjerau. Tenori 2, një nga më të vjetrit e korit. Babai im ishte tifoz i Elvisit dhe i Demis Roussos, ishte shumë open mind, domethënë filo-amerikan në digjime. Kur ishte mamaja është atë zënë me mua, ai tha, nëse do jetë djalë, tha, unë Elvis e kam, tha, Demis Roussos e kam, do ta quaj Davis. Dhe ky do bëhet artist. Unë e profecia e babait, unë linda, u quajta Davis, u bëra artist, ai më edukoi, pastaj më mori gjyshin për provat e korit, u futa në që të mësohesh edhe me skenë. Dhe Korça, Serenata, gjitha, pra nuk janë shumë gjëra që unë isha ky që isha atje dhe nuk isha asnjë lloj kompleksi. Domethënë, erdhën gjithat shumë gradualisht. Po të gjitha, pazli ishte e mbushur. Pra, ishte mbushur, si thua, kana me ujë, duhet të derdhej. Dhe u derdh kana me ujë te ky emision dhe vazhdova. Kështu ishte ideja, domethënë. Kështu që kjo unë punova pastaj me shumë këngëtar të mëdhenj deri në vitin 2006, derisa erdhi momenti pastaj që unë isha gati në kuptimin dhe të greqishtes dhe të mentalitetit grek në këngë, dhe erdhi momenti pastaj që erdhi ky show i madh Fame Story, që ishte te televizioni Antena, që ti pas këtij emisioni më njohte mua, që kishte rëndzilja këtë që një këngëtar. Kështu dhe nga 12.000 veta që u dëgjuan, u morën vetëm 14 në fillim.
Ajo ishte domethënë, ajo ishte një torturë tjetër, se unë jetoj në Selanik atëherë 9 herë shkova bëra audicione në Athinë që më merrin telefon dhe ishte përgjigjja e fundit që më thanë që po Davis je pjesë e Fame Story 2006. Po ishte gjë e madhe sepse transmetohej nga një televizion siç ishte Antena, kush merrte çmimin e parë kishte një kontratë me shtëpi diskografike. Kështu që po qëllimi ishte këngë atje. Për shembull ishte një Big Brother me këngëtar dhe çdo javë ne merrim nga një këngë të re dhe në fund të javë ne këndonim. Pas atij këndimi dilte një nga shtëpia dhe futeshte një tjetër. Kjo ishte gjëja domethënë. Dhe pastaj filloi njohje pas daljes nga Fame Story, kisha 3 muaj, më nxorën pas 3 muajsh. Kisha kërkesë shumë të madhe, më futën prap mua bashkë me një çun tjetër, 2 javë të tjera në fund. Kuptohet, aty u bëra person publik. Ishte gjë e madhe në atë kohë, ishte Fame Story 4 i fundit dhe ne ishim star të gjithë atje. Sepse si është Top Channel, kupton? Po viti 2006. 20 vite më parë. Po. Elvis Presley, kë kemi zgjedhur ne nga Elvis Presley? Ta shikojmë pak këtu tek lista që kemi bërë me Davisin. Always on my mind. Always on my mind. Ja, dhe këto kujtimet e tua që nuk shuhen asnjëherë nga memoria, e dëgjojmë këngën dhe kthehemi përsëri në studio me desha me thënë me Elvisin, me Davisin. Elvisin Junior. Për të gjithë juve që po na ndiqni, jemi në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital, jemi me Davis Xheran. Për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio, po flasim për një rrugëtim, po flasim shkurtimisht për një rrugëtim të gjatë në fakt, sepse do duheshin net dhe shumë liza në botën e shumë çuditërave për t'ia dalë deri në fund. Në Shqipëri u ktheva apo ngece? U ktheva me vetdije se e para një filloi kriza në Greqi. Në vit filloi që në 2008 në xhan, po ne thash punonim, ndjeshe kriza ndjehet gjithmonë në gjërat e luksit, siç është kënga. Po patjetër. Kur funksionon dita nata. Kështu që në atë kohë, në vitin 2006 punoj çdo ditë në Buzuk, domethënë nuk ndaje diela e ana e marta e shtuna ishin gjitha njësoj, fluksi i madh njerëzish dhe filloi pasaj 4 ditë, 3 ditë, 2 ditë. Dhe rastësisht më ftojnë këtu, siç më kishim ftuar në atë dashtë historinë që ishim në Top Channel. Në Top Show me Dudushin. Nëse historinë e Tanit e kam thënë shumë herë dhe e din shumë njerëz që më njohin, ai më solli dhe ai gjithmonë sa këtu ai më del që ai më importoi pastaj prapë, se kështu tha, ne ju kemi eksportuar juve artistët, ka ardhur koha që ju importojmë. Dhe ai më solli, ai më futi në tregun shqiptar. De facto. Dhe kur shkova në një ambient që më kishin ftuar për të kënduar, kishim marrë veç unë këndoja me Lefteris Fantazis, sepse sa dola nga Fame Story u njoha me Lefter nëpërmjet menaxherit tim dhe ai u bë producenti dhe një albumi që kam andej. Përkojnë Tope Papagalos. Po Tope Papagalos Lefteri dhe rrallë këndonte, se ishte një hit i viteve 87-88. Sa herë na ka zënë goja pambuk neve këtu në Top Albania duke prezantuar Tope Papagalos. Dhe sa herë na kapte gazi, sa herë thonim atë këngë se nëse kur di greqisht, kur ja di kuptimin, ishte ajo kishte një humor të bukur, ma tha dhe papagalli që të puthi ty Arani, më kupton, të puthi ty ai i dashuri për shembull. Mi po ata që se dinin greqisht Tope tingëllonte çik kështu fani. E këndojon Tope siç ma kërkuan. Nami i zi kur si thot fjala domethënë në atë live, shikojun që ajo kishte një impakt pa parë. Dhe meqense kishte një impakt pa parë, kur kthehem se jetoj akoma në Greqi, kthehemi them Lefterit, kisha bërë një video me celularin, them Lefteri shkoj ç'bëhet tash me këngën Tope Papagalos. Si ka mundësi tha? Si ka mundësi sepse kjo këngë ka kaq vite që po në Korçë në Shqipëri. Kjo këngë shkita shumë sepse nxjell të lloj kuptimi fani. Dhe thash, kjo është bileta ime e hyrjes tash në Shqipëri tash, për të bërë person publik siç jam këtej. Do ta bëjmë duet tash. Si ka mundësi do ta bëjmë duet? Po tash. Ti në greqisht në shqip. Dhe takoj mikun tim Pandilaçon, të cilin e falenderoj, i them kështu Pandi tash do bëj duet me Fantazis, me Lefterin. Dua përkthime dhe përshtatjen e kësaj këngë. E bëri përshtatjen e këngës, e ingjizuam në Greqi. Bëm një klip, një mini klip atje në studio, domethënë që ishte i fare klip shumë i thjesht, dhe kur e futëm këtej Tope Papagalos, shqip greqisht, nami. Pra unë e përgatita terrenin që të futesha
Normalisht një këngë të njohur që ka reminiscenca kujtimesh, por nga ana tjetër e bën në shqip, duket edhe më e re dhe më gjithëpërfshirëse. U bë namin atko. Kur them një nga hitet më të mëdha atko ishte, unë nuk e shijova shumë se akoma vazhdova të jetoja në Greqi sepse në 2011 erdha, po siç topi më ftonte në Portokalli në gjithë emisionet e veta. Kështu që tani edhe Lefteri ishin dy njerëzit që mua më dhanë atë konsolidimin dhe biletën e hyrjes në tregun shqiptar në vitin 2007 ku doli kënga e Papagallin. Dhe kështu futa në tregun shqiptar fal këtyre dy njerëzve, Lefteris Pantazis dhe Tanit. Ky ishte, domethënë, këta ishin njerëzit që mua më mbështetën, që më shtynë që unë të konsolidoj. Pastaj ku filluan kënga magjike, akoma se besoj siç dëgjuam, duhet me mikën tim Randa Libovën para ndjenjën, duhet me mikun tim Vaska Curin nuk e meriton, që të cilët i përshëndes dhe Randën e Vaska, dhe fillovi konsolidimi pastaj dhe po fillovi rënje shumë drastike në Greqi, nata po binte absolutisht fare. Këtej pata një ngritje bum që me Papagallin. Dhe dua të dal tek pyetja edhe që më thej që nuk ngeca, po ofertat sepse u krijua mundësia më e mirë këtu në atë moment. Dhe ajo që duhet krijohesh në vendin tim. Pra sepse gjithmonë mendimi ka qenë për të mos për të qenë gjithmonë shqiptar në kuptimin jo nga pikpamja e kombësisë, po edhe mentaliteti, edhe përfshirja edhe e produktit. Po me Xho Kokër çfarë të lidh? Babai që po gjithmonë dëgjoj edhe këtë. Edhe në atë kohë këndonte Hub Where We Belong. Përveç Ançe Mahart. Dëgjonja shpesh në atë kohë dhe dëgjonim kur ne Korçart italianin e kapnim kur vinte ai diktatori në Pogradec dhe dëgjonim 2 javë që jetonte ai në gusht hapej Italia Uno dhe ne dëgjonim Italia Uno si frekuencë kapnim në Korç dhe nëpërmjet Italia Unos unë dëgjova edhe shumë këngëtar të tjerë jo vetëm amerikan po dhe italian. Kështu që në ato dalje u dashurova me këta këngëtar të huaj. Dhe Xho Kokër ishte një nga të cilin e pash dhe në Myni në vitin 2006, ishte për koncert. I kam ndjekur gjitha. Ajo që më bën përshtypje është që ti këngët i lidh me punën gjithmonë. Edhe me jetën. Punën dhe jetën. Po rastisi që u bë punë. Rastisi që u bë punë. Se po mos ishte punë do të ishte i lidhur me puna dhe jeta, po. Si më thon, ti flet pak për kujtime adoleshence, domethënë të adoleshencës, mënyrë se si ne e konceptojmë një adoleshencë. Duket sikur isha një nxënës shumë i mirë. Duket sikur ke lindur burr për të bërë punë të mira, në këtë kuptim. Sikur ka qenë i madh që i vogël. Po ta kthej tash, isha një ajdut i vogël i bukur. Një djalë që sepse në atë kohë ti e ke jetuar pak a shumë. Unë jam dilni para viteve 73-shi. Përveç filo-amerikanë, ne kishim dhe 2 kushërinë në Amerikë që na dërgonin rroba amerikane dhe unë isha si ajo miza në mes të qumshit, të qumshit që dalloj nga rroba, isha që i vogël me rroba amerikane, kupton? Visha ndryshe. Mi po më pëlqen adrenalina e të vjedhurit. Çfarë të vjedhur vizim rush, pula, kupton? Në xhanës shumë mirë natën unë hiqja atë petkun e rrobave amerikane, visha rrobat e punës. Rrobat e punës. Kështu që deri në klas 8 unë isha arakati që nuk dihesh, isha i zoroja, hija, se kur më shkoni, djalë mësuesi në atë kohë, kupton? I veshur bukur, as kujt si vinte mendja që unë natën e kisha vënë kozetën në rreth që theshim ne. Dhe nga 12 kështu vesh rushit të nesër do kthehej me 11. Pula, lepura, vetëm shkerat që nuk i ngrinja dot, isha i vogël, sa shkera isha. Unë ja boshatisja në gjithë lagjen. Edhe vonë morën vesh janë këto historitë që them se ti na i vithje s'ka mundsi unë. Edhe ju thosha edhe ollësit që dilin bënin godistin. Zonja dhe zotërinj, ju prezantojmë hajtutin e pulave të viteve 80, fillimin e viteve 90. Derisa u bë një artist i madh dhe i mirë, e kishte vesin e një pule më pak në fshat. Shqyr që mora rrugën djathtas, domethënë që fillova flautën në vit të parë gjimnaz, se do vazhdojnë karrierën. Por e ke drejtë se nga pulat kush e di ku shkonte. Nga pul dikur do ishe skifteri sot. Skifteri Koçës. Dëgjojmë Xho Kokër dhe kthehemi bashkë në ndërhyrjen e fundit me Devisin. Jemi në limitet e kohës televizive dhe radiofonike me Devisin, po kemi ende iku. Ashtu ikën kur i ka shpejt dhe kur e fen bukur. Megjithatë kemi ende kohë në dispozicion për të
për të folur pak për tani dhe për pastaj. Unë e shoh ti me kujdes po I ke qef skenat e mëdha. Pra, po me ato u edukova. Jo, e kam fjalën, nuk të shqetëson gara, ti ke qenë në festivalin e Dhjetorit, ke qenë në festivalin Kënga Magjike. Pra nuk hyn tek ata që thua tani gara nuk është për mua sepse un jam ky që jam edhe të tjera si këto. Jo, unë shikoj Sanremo, për shembull, aty futen Ramazoti. Më vjen shumë mirë që aty është futura Ana Oksa. Po sepse ata shkojnë ndryshe. Ka pasur shqetësime. Ata shkojnë ndryshe sepse thon do performoj. E prapë, këtu desha të dal. Për shembull, idemi te TV-sha. Ajo që mua më lumturon, dhe më çon që është orkestra e madhe. Mo dali fundi s'më intereson, po në atë kohë që unë performoj me orkestrën e madhe, në botë nuk kanë tjedimi se producente, nuk kanë lukse shumë këngëtarë të këndojnë me një formacion të tillë. E vërtetë. Flas për Greqin. Këngëtarë të krijojnë me formacione të tilla vetëm në koncerte recitale. Po grekët po marrin orkestrën tonë për koncerte recitale, I fundit rasti Konstantino Argjerosi. Vetëm Janis Pari, Sorgo Talara, Marinela Ndiespasta, Aris Aleksiu krijojnë situata të tilla, ja dhe Argjeros tani që ish mbledhur gjithë media. Ka dhe një çudi për Argjeron, nëse do ta dish. Unë isha në Fame Story 4. Ai ishte në Fame Story 1. Si çyri doli, nuk as se pa njeri, as troqe vëmendjen as kujt me zërin e tij. Dhe çfarë duhet të them, kur producentët bien mbi ty dhe duan të bëjnë, nga një vezë e vogël del një struc I madh. Kështu që ata që mendojnë që ky është mesazh që jap edhe për artistët, domethënë që mendojnë që nuk munden ose nuk janë enough për të ecur, futu në garë dhe koha dhe realiteti është për ata që guxojnë. Besim te vetja dhe futu, hidhu. Kjo është ideja. Me krijimtarin si e këto kohë? Mirjam. Shumë Mirjam. Mirjam, jam që se jam në këtë vorbull, kam 2 projekte. Në fakt një e kam me erë parë ekskluzive jemi te ty me Fisniket. Më pëlqen ideja. Me mikun tim Agimin, të cilin I përshëndes dhe Agimi veçanti se e kam mik, kështu që po përgatit një duet me ta. Sa bukur sa na ka marrë malli për Fisnikët, sepse ne jemi të lidhur kushtësisht në kujtime me to. Dhe si është puna, ata nuk janë mos janë këtu fizikisht, ama kënga e tyre vazhdon këndohet ujku plak, zotëria juaj, ajo më mbyti. Kjo është fuqia e këngës dhe mesazhi që unë jap gjithmonë. Ata e din vet kushdo, po ndonjëherë ne mërzitemi në gara, renditje, por ka është njerëzore. Ka këngë të cilat mbesin, unë jam duke përgatitur tani një projekt Nostalgji Sanremo, dhe pasi kam bërë një repertor, po themi, për ta përdorur për në koncert. Kam studiuar diku që Vita Spericolata e Vasco Rossit është një këngë e cila në Sanremo në atij viti është renditur jo pak, por e fundit. Por në fakt sot është një nga kuajt e betejës në koncertet e Vasco Rossit. Të në gjithë tjetër unë kam qenë kënga magjike, kënga Fallxhoria nuk hyrë në finale, po kënga Fallxhoria u duart rokit dhe sot e kësaj dite është nga hitet më të mëdha të mia që më kërkojnë kudo. Pra gjëja e mirë mund të mos kap veshin kot, po them ose është momenti keq I një jurie në atë moment, por kur është e mirë do të ristoj kohës dhe do ngelet. Fati I shpresë dhe marrëzi nuk u fut në festivalin e atij viti as në këngët konkurrente. U fut me shtesa, nëse mund ta quajmë kështu, por askush nuk e mban mend se kush e fitoi festivalin në atë vit. Mbajnë mend këtë këngë që në të vërtetë në atë vit ka qenë renditur e dyta. Kështu që lum ai për këngën e mirë, lum ata për këngën e mirë. Kënga mirë do dalë, që të jetoj kënga, sepse ky është qëllimi. Devis, unë falenderoj shumë që me kujtime të shkurta dhe të vogla ne kemi qenë bashkë në këtë transmetim. E di që lista jote ka pasur më shumë këngë, por më ka interesuar të dëgjoj më shumë, të flitet për ty se sa të dëgjojmë këngë. Tash do ta zgjedhësh Time of My Life apo Ragazza d'Argento. Me çfarë do e mbyllim? Po më qesë anglisht tham disa. Dhe që Jennifer Warner si ishte edhe në këngën tjetër. Ishte në të dyja, po kalojm te Michele Zarillo. Po normal, po ku ka shqiptar që të mos jeti lidhur me Italin, qoftë edhe ata që kanë jetuar në Korçë dhe që raportin e tyre mos sentimentale kanë me Greqinë. Është pozita gjeografike, por ata që kanë dëgjuar italisht kanë dëgjuar italisht. Sanremo ne kemi dëgjuar, është parë tradicionalisht. Falenderoj shumë që ke mbetur brenda të njëjtit, edhe djali I ri, edhe çuni I vogël, edhe buri I madh, edhe njeriu që ditë vetëm se pikat. Unë mund ta zë, po thuhet se në të tilla raste ne nuk skemi çfarë zëm. Nuk e zëm dot. Unë e kam të vogël, kështu që tash do të them donë mund të them gjëra të tjera, po tash I varja. Po I zëm. Le të themi se I zum. Mashallah. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit Kozeta Nder për mua dhe krenari që jam me ty sepse je një nga gurët e mi
të fillimit të karrierës time këtu në Shqipëri dhe disa njerëz ngelen shtyllat e mia të Apo kam qelluar rastësisht. Po s'ka rastësi janë breti botës. Ishe. Në fundit edhe ti për pushime shkove në Greqi Po pra. Shkove te Xhesi. Po pra te Xhesi. Do të shihemi dhe do të dëgjohemi sërish sot një javë. Mirupafshim. Mirupafshim.